Besimtarët katolik në gjithë botën sot festojnë Pashkët. Kjo fest shënon kremtimin më të madh në kalendarin liturgjik që kremton ringjalljen e Jezusit sipas beslidhjes së re 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Përnder të kësaj feste, sot në Kosovë mbahen një varg aktivitetesh, ndërsa edhe krerët shtetëror të vendeve të ndryshme kanë uruar për dashuri dhe solidaritet mes njerëzve. Besimtarë të shumt u mblodhen sot edhe në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakov, për të uruar njëri tjetrin për bekimet e kësaj feste të shenjtë. Nga meshtarët që udhëhoqën meshën u përcollën mesazhe urimi për më shumë dashuri, besim dhe mirëkuptim mes familjeve besimtare. Dëshiroj që në emër të bashkësisë familjetare, fretënve, motrave e gjithë bashkëpunëtorëve, që uroj festën më të madhe të krishtërimit, festën e Pashkët, për shumot e me shnet Pashkët. Vllazën e motra, festa e Pashkëve është zemra e fesë krishtere. Festa e Pashkëve nuk është vetëm kulmi i vitit liturgjik, por mbi të gjitha është kulmi i shpresës sot, sepse Pashkët janë festa e shpresës, festa e shpresës e çdo njeriu. Në fakt, ringjallja e Krishtit është ngjarja vendimtare e historisë së njerëzimit. Kjo festë është e lëvizshme që do të thotë se nuk ndodh në të njëjtën datë çdo vit. Pashkët llogaritën në bazë të fazave të hënës dhe ardhjes së pranverës. Në praktikë kjo do të thotë se festa e Pashkëve është gjithmonë të dielën e parë pas hënës së parë. Pashkët mund të shfaqen që në fillim të 22 marsit dhe deri me 25 prill varësisht se kur ndodh hëna plotë e Pashkës. Krahas meshës qendrore u mbajtën edhe meshë të tjera të kremtimit në disa fshatra të komunës së Gjakovës.